Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me Allahut më shpëtues, më shpëtohet paqja me mëshirën e Allahut qofshin me pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëpunësit e tij, të gjitha ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vetëm Allahu të mëndshëm që mësimet që kanë kaluar të ketë pranu, të mësim ta bëjë begat dhe të efektshëm. Si që lutem Allahu të mëndshëm të mësoj gjithmonë thënien e të drejtës dhe të vërtetës dhe në formën më të mirë. Sepse edhe mënyra e thënies ka peshën e vetë në Islam. Vazhdojmë me surën Araf dhe mendojmë se herën e ardhshme me lenin Allahu të mëndshëm do ta përmbyllim. Siç e kemi thënë edhe herë të tjera, Kur'ani si më thënë është aq i joshës, aq tërheqës, aq i thellë, sa më tepër të zhytesh në të, aq më tepër prezantohesh për perrat e tij. Saqë, si më thënë, pothuajse në momentet e caktuara e ke të pamundur që të dalësh në sipërfaqe, të marrë gjithmonë në vlerësinë e tij. Gjithsesi, edhe një herë përsëris, inshallah Zoti na e bën rrezik që të vijë ajo ditë ta përbyllim këtë lloj zinxhir temash me këtë lloj forme si e kemi nisë dhe të nisemi Kuranit me lejen e Zotit ajet për ajeti. Duke mos pretenduar asnjëherë se, si më thënë, do t'i dalim në fund në aspektin e thellësisë që përmban çdo ajet në vetë. Allahu mëndshëm na tregon tek sura Araf se pavarësisht se ne jetojmë këtë botë, dhe jetojmë me këtë ligjësi materiale me cilën funksionon e gjithë dhunjaja, Allah mëndshëm e pasër në të rejtë vëmendjen se kjo botë në cilën ju jetoni, është me administrimin e Zotit. Krijimi është me urdhën e Zotit dhe fuqinë e tij, po edhe administrimi i kësaj bote është me fuqinë e tij dhe mos ju duket, mos ju merr, si më thënë, adeti i dunjas, apo fakti që ju ditë për ditë, si më thënë, i përjetoni këtë ligjësi, lindjen, vdekjen, ngjalljen, ngrënien, lindja e diellit, perëndimi i diellit, shiu, ret, lëvizja, e tjera, lument, kujt di se çfarë, breshri, bora, shikimi, dëgjimi, gjithë to janë ligjësi që i ka vendosur Allahu mëndshëm dhe po të mos dojë Zoti i gjithësisë, ato nuk funksionojnë. Po mos dojë Zoti i gjithësisë, ato nuk funksionojnë. Po të mos dojë Zoti i gjithësisë, diellit i hik nxehtësia. Nuk ka nxehtësi. Po mos dojë Zoti i gjithësisë, edhe dielli nuk ndriçon, edhe hëna nuk ndriçon. Po mos dojë Zoti i gjithësisë, këto planete ngurtësohen dhe ngjerën në vend, apo edhe shkapërderdhen, shkputen nga njëra tjetra. Dhe prandaj Allahu mëndshëm her pas here ndërhyn me forcën e tij për të krijuar një lloj avarie ke këto ligjësi me të cilat ne jemi ambientuar të jetojmë me ta, për të na dhënë argument se me të vërtetë po mos jetë dëshira e Zotit, ato nuk funksionojnë. Pra ne shpesh, vazhdimisht kemi qejf që të vijë edhe shi, po të ketë edhe diell. Apo të dyja e duam. Allahu mëndshëm ndërhyn me një fjalë dhe her pas here për i kohë gjatë bën vetëm diell, thatësirë. Apo her pas here lëshon shi me një fjalë, derisa arri momenti që ne duam që të ndalet. Megjithatë, është jashtë dëshirës tonë. Ne duam nga shiu aq sa na bën dobi, pjesa tjetër na duket nëse bën dobi. Pjesa tjetër me fjalë ndalet, që jeta të vazhdojë me fjalë rregullisht. Pra megjithatë Allahu mëndshëm ndërhyn me fuqinë e tij për t'i thënë robit që këto ligjësi janë në dorën e Zotit, janë në dorën e Allahut mëndshëm. Dietarët muslimanë lidhen me këtë çështje kanë diskutuar. Madje ka pasur edhe pra atyre dietarëve që thonë që Allahu mëndshëm e ka kriju këtë gjësi, ka vendosur ligjësitë, dhe pastaj ligjësitë e kësaj natyre funksionojnë vetë. Por fatikisht shumë dietarë muslimanë kanë kundërshtuar këtë. Pra është e vërtetë që Allahu mëndshëm është krijuesi, pastaj që i ka vendosur këto ligjësi, mirë, po pavarësisht se Allahu mëndshëm i ka vendosur këto ligjësi, një herë fillimisht e dha, përsëri këto ligjësi funksionojnë me vullnetin e Zotit dhe me ndërhyrjen e tij të vazhdueshme. Pa qoftë edhe për një sekond, për një moment këto ligjësi nuk shkputen nga vëmendja e Zotit. Por prapë funksionojnë me vullnetin e Zotit dhe dëshirën e tij dhe veprimin e tij dhe me ndërhyrjen e tij. Pra ne thot Allahu mëndshëm kulle yawmin huwa fi sha'n. Pra Allahu mëndshëm vazhdimisht është në krijim. Vazhdimisht është në krijim.
Edhe në qovë se Allah manushëm do të kishte shkëput vëmendjen e ti, në qast, dënja do të ishte shkatru. Dhe kjo koncept është reflektim i cilësisë Allah manushëm të kajetin kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah në manushëm nuk e merr, nuk e prek, nuk e cënon as kotja dhe as gjumi. El-Hayyul Qayyum. El-Hayy i gjalli. El-Qayyum është administratori i vazhdueshëm i kësaj dynjaje. Është ai që e mban dynjan qaimen, funksionale. Pra dhe vetë ligjësia funksionon në urdhën e Zotit. Kur shkon në Chelsea i dritës e ndezin. Edhe na duket sikur u mbyll qarku, u ndes drita. Edhe funksionon vetiu, nuk është se funksionon me dorën tonë. Pra ndezëm Chelsea e mbaroi punën. Pra Allah më ndushim jo, ai ligji i elektricitetit nuk funksionon vetiu. Pra ai Chelsea apo ai qarku mbyllet me urdhën e Zotit dhe me dëshirën e tij. Edhe aty është ligji i Zotit. Është ndërhyrja e Zotit, ndërhyrja e Zotit dhe vullneti i tij. Uji ka ligjin e vet, është i lëngshëm. Mi po ne ditë për ditë e pim ujë. Edhe na duket sikur Allah më ndushëm këtë ligjin e lëngësisë, le të themi, të qenit e ujit i lëngshëm, se vetëm funksionon vetë. Uji e ka marrë një herë këtë cilësi, ja ka kriju Zoti këtë cilësi, edhe e ka. Nuk e ka më të nevojshme që të ketë vëmendjen e Zotit ndërhyrje, fatikisht. Ky ujë edhe në këtë gjendje lëngu që është, edhe momentalisht është me ndërhyrjen e Zotit dhe vullnetin e tij. Me ndërhyrjen e Zotit, edhe tash është i lëngët sepse do Zoti, me vullnetin e tij dhe me dëshirën e tij. Po të mos doj Zotin me fjala i ngurcohet. Transmetohet. Nuk e dim se sa i saktë është, por gjithsesi transmetohet se Musa alayhi salatu wassalam i thotë Allahu manushëm, si nuk merr gjumi apo kotja. Në momentet e caktuara me fjalë riu do apo s'do bie pre ai këtyre ligjeve natyrore që me cilat funksionojnë ne na merr gjumi, na merr kokë. Allahu manushëm si nuk merr gjumi. I tha Allahu manushëm Musait, po Musa merr një gotë. Nga një enë me ujë edhe mbaje në dorë. E mori Musa alayhi salatu wassalam enë me ujë, dhe kur Allahu manushëm mbaje. E mbajti, derisa erdhi momenti që Musa alayhi salatu wassalam e zuri kapi kotja, apo gjumi. Urzu Musa e tok bashkë me të dhe ena e ujit. I tha Allahu manushëm Musait, po Musa, në qoftë se vëmendja ime do të shkëputesh të qoftë edhe një çast nga dynjaja do të ishte shkatruar. Pra dhe këto ligjësi me cilat ne jemi ambientu, forca gravitetit, forca tërheqjes mes trupave etj. Këtë se çfarë funksionojnë prapë me vëmendjen e Zotit dhe me urdhën e tij dhe me ndërhyrjen e tij. Dhe qoftë një çast po shkputesh te vëmendja e Zotit gjithë dynja do ishte shkatruar. Okej, pra ne Allahu më thon në Kur'an. Estaizu billah bismillah inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allahu më thon se ai i cili krijoi qiellin dhe tokën në 6 ditë, pastaj qëndroi mbi arsh, mbi fron. Mregull, okej, po mirë, kjo tash i bie sikur bien kundërshtim me këtë që tha Andrea tash. Allahu më thon krijoi qiellin dhe tokën, pastaj qëndroi mbi arsh edhe kaq. Jo, Allahu më thon nuk lejon që dikush të krijojë këtë përshtypje. Pastaj thotë يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Allah më thonë e mbulon, shikoni, Allah më thonë që ndron mbi arsh, por mbulon natën me ditë. Mbulon me fjalë ditën e mbulon me natë. Pra prapë Allah më thonë është në veprim. Vërtet që ndron mbi arsh, por është me kujdesin e tij dhe administrimin e tij dhe ndërhyrjen e tij dhe veprimin e tij me fjalë me dynjan. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi amri. Edhe dielli, edhe hona, edhe yjet janë të nështruar me urdhën e tij. Bi amrihi, me urdhën, pra vazhdojnë të nështruara me urdhën e Zotit dhe me ndërhyrjen e tij. Ela lahu al-khalqu wal-amru, me të vërtetë Allahut janë urdhri dhe krijimi, te barakallahu rabbul alamin, i lartë madhëruar është Allahu mëndueshëm, Zoti i gjithë botrave. Ela lahu al-khalqu të Allahut, i Allahut është krijim. Dhe me thanë, çdo veprim që ndodh, është krijimi i Zotit. Çdo Allahu mëndueshëm Kur'an, është Allahu ai i cili ju krijon juve,
dhe atë çka punoni ju. Subhanallah. Allahu është ai i cili ka kriju juve dhe atë çka punoni ju. Pra çdo gjë që ju e bëni ditë për ditë, si më thanë, është me urdhën e Zotit dhe mendjen e Tij. Asnjëherë njeriu nuk mund të punojë diçka, nuk mund të veprojë diçka jashtë vullnetit të Zotit dhe jashtë vullnetit të Tij dhe jashtë ndërhyrjes së Tij. Pastaj thotë Allahu më shumë, lutuni Zotit tuaj, pra udhu rabbakum tadarruan wa khufya, të nështruar dhe në heshtje. Pra preferohet që muslimani të lutet Zotit gjithësisë, sa më në heshtje, me veten e tij. Pse? Sepse faktorët e sinqeritetit dhe faktorët e përkushtimit janë më afër. Pra nxitja për të qenë i përkushtuar dhe i sinqert me Zotin, kur i lutesh vetë, është më mirë se sa kur i lutesh me fjalë haptazi. Po mira nuk lejohet me lut Allahu më shumë haptazi, lejohet. Lejohet. Siç bëjmë në Ramazan me fjalë në taravih, por më mirë është me lut Allahu më shumë. Vetë innehu la yuhibbul mu'tadin, Allahu më shumë nuk i do ata që kalojnë caqet. Pastaj Allahu më shumë na thotë çfarë? Këtë ligjësi që e ka vendosur Zoti, këtë gjithësi që e ka kriju, Allahu më shumë ka vendosur rregull. Ka vendosur Allahu më shumë rregull. Dhe gjithçka në faqet dheu, gjithçka në dynja, ekziston e ekuilibruar dhe e kompletuar. Thjesht i kërkohet njeriu që të bashkëveprojë me këto ligje që ka vendosur Zoti, me ligjet natyrore edhe me ligjet shoqërore. Pra njeriu thjesht i kërkohet të bashkëveprojë dhe të shfrytëzojë ata, të shfrytëzojë. Këto raporte materiale që ka vendosur Allahu manushëm, thjesht njeriu i kërkohet të shfrytëzojë në shërbim të qëllimit të ekzistencës së tij. Dhe jo të shkatrojë ata. Pra nuk i kërkohet njeriu që të shpiki diçka. Mos i kërkohet njeriu që të shpiki dheu. Mos i kërkohet njeriu që të shpik bimësin, kafshat. Apo në ligj me fjalë natyrore të tjera të mëdha. Ligjin e gravitacionit mos i kërkohet që njeriu ta shpikë. Jo, ajo është e shpikme, e ka vendosur Zoti. Thjesht njeriu çfarë i kërkohet që ta përdorë në formën më të mirë. Kaq as gjë më tepër. Thjesht të bashkëveprojë në shërbim të interesit të tij, në shërbim të qëllimit për cilin është krijuar. Pra ne thotë Allahu më shumë, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhe mos e shkatroni tokën pasi atë e ka rregulluar Allahu më shumë. Kësisht Allahu më shumë të na tërheqë vëmendjen tek një ligj apo parim tjetër shumë i madh. Kundërshtimi i ligjësisë, i ligjeve të Zotit, i ligjeve natyrore dhe shoqërore, çon në shkatrim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Është shfaq shkatrimi në tokë dhe ndet për shkak të punëve të njerëzve. Pra ne thot një nga imamlarët, një nga dietarët musliman, la tusadimun nawamis al-kawn fa innaha dhallaba. Mos u përplasni me ligjet e natyrës sepse ata të mposhtin. Janë poshtëse. Së përballohesh dot. Nëse ti do të kërkosh të përballohesh me fjalë, me ligjet e për të mund ata apo për të keq përdor ata kanë me punë. Por çfarë? Por se bashkëveproni me ta dhe si më thon, ktheni rrugën e tyre në shërbimin tuaj. Përndryshe, po u futen për të ndryshuar, kanë me shkatrim. Çfarë do sot me fjalë ozoni? Po uji, pse na prishet sot? Gërmime, gurore këtu, gurore atje, Ai është ligj që ka vendosur Allahu, ligj natyror. Uji pse më shkatrohet? Gërmim i jashtëzakonshëm dhe i tmerrshëm i maleve. Mi po uji ku bie? Uji bie në kodra dhe në male. Pastaj kalon në shtresën e dheut, kalon në gur, filtrohet dhe na vije ne. Ne shkojmë dhe e prishim malin dhe kodrën, pa kriter. Edhe na vije uji i papastër. Pra, prishim filtrat e tokës. Ozoni, pse ka kriju Allahu më shumë? Ta mbrojtni nga ato rrezet e rrezikshme, nga cilat po vujmë edhe ditët tona. Ne shkojmë dhe e shkatrojmë. Si e shkatrojmë? Me këto tymnajat, mllajat edhe më. Mund të dikush po kshu që nga njeriu në gjendje me e bo kiametin para kohë. Jo, njeriu bën thjesht kiametin e vet. Kiameti ka për të ndodhur me vetëm kur doj Zoti. Njeriu me ka bën kiametin e vet. Përndryshe toka nuk shkatrohet para se doj Zoti i gjithësisë. Lisia nuk mund shkatrohet. Lisia nuk mund shkatrohet. Pra ky ozon që ne po e shkatrojmë me dorën tonë, pra si njerëz, si racë me fjalë, mund ta adaptojmë ne brezit tonë, të cilin po punojmë për ta shkatruar. Allah më është në gjendje me çdo këtë rast njerëzor dhe me sill me fjalë njerëz të tjerë që e duan Allahun më shumë dhe nuk prishin ligjësinë që i ka vendosur Allahu më shumë në tokë. Një pyetja, dikush më thotë, "Oh, ç'po tash, jo, muhabeti i madh shumë." Fatikisht ka të bëjë drejt për drejt me ne, sepse
prishja e rendit material në tokë fillon që tek ato mbeturina që hedhin në tokë ne. Mbase ne nuk e bëjmë. Për shokët tanë, komshit tanë, kolegët tanë, që ka shumë qakizin që hidhet në tokë. Dhe është një kontribut negativ. Për të ashtu pislotëm në natyre të cilën jetojmë, dhe për të aprish këtë ujë që pijmë dhe këtë ajrë që thithim. E tjera me radhë. Pra ne thëtë Allahu Manushëm, mos shkatroni në tokë pasi e ka regullu Allahu Manushëm. Dhe lutjuni ati khaufen wa tama'an. Lutjuni Allahu Manushëm të përgjiru, të nështru, edhe duke pas me i fjalë ambicje tek, si me thanë, tek dhënja e Zotit dhe tek bujaria e tij. Pra edhe me frikë, po edhe me tamam. Duke pas me i fjalë dëshirë që Allahu Manushëm të t'ja, inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin, me të vërtet rahmeti i Zotit është afër muhsininëve, afër me i fjalë bamirësve. Pastaj prapë Allahu Manushëm na kthehet te koncepti që tham pak më sipër, që ligjësit funksionojnë me urdhën e Zotit. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmetih. Allahu Manushëm i dërgon erë për gëzim për rahmetit të tij, për robët e tij. Hatta idha qallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin. Derisa këto era atë përcjellin të grumbullojnë re të rënda, pra të mbushura me shi, i dërgojnë këto re tek një vend i vdekur. A vend i thatë. Fenzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dhe nga këto re zbresim ujë dhe për këtij uji nxjerrin prej të gjitha fryteve. Kedhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun. Dhe kështu ne nxjerrim të vdekurit, ashtu siç ngjallim tokën, e vdekur, ashtu do t'i nxjerrim edhe njerëzit pasi që ata kanë vdekur. Pastaj Allahu Manushëm e përmbyll të grup ajetesh me një ajet shumë bukur. Fundi i këtij ajeti ka bënë me çfarë? Toka e vdekur ngjallet. Kush përfiton nga ky shi? Cila tokë? Thot Allahu Manushëm, wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih. Vendi i mirë, toka e mirë, nxjerr bimën nga ky shi me lejen e Zotit. Po cila është toka mirë? Bujqët e din shumë mirë këtë tokë, nëse kemi të bëjmë me tokë, ranishte, me zhavor, shiu i bie sipër edhe e shpërlan, dhe nuk del asnjë lloj bimësie. Pastaj me i fjalë, nuk është ranishte, por është tokë e lehtë. Pra e merr shiu, përfiton dhe nxjerr bimësi, por nuk i jep shumë forcë bimës. Pastaj vijnë tokat e randa që janë prodhimtare. A janë të randa për të punuar, por e mbajnë shiun, kanë konstrukt të fortë edhe nxjerrin bimë të fuqishme. Pastaj thot Allahu Manushëm, walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kurse toka e keqe nxjerr me fjalë bimësi të dobta. Kedhalika nusarrifu ayati liqawmin yashkurun. Dhe kështu ne i sillim argumentat për ata njerëz që falenderojnë. Kështu është Allahu Manushëm pra. Na tregon Allahu Manushëm në këtë ajeteve, është edhe puna e zemrës, sepse ajeti pak më sipër është mbyll me çfarë. Dhe kështu ne i nxjerrim të vdekurit me qëllim që ju të kujtoheni. Edhe zemrat janë si puna e tokës, subhanallahu, dhe Zoti na ruaj, Zoti na dhuroft zemrën si toka e randë. Ky shi hynor, pa që është Kurani, lidhe me zemrat ka tre situata. Zemra që është si puna e tokës ranishte ose zhavor, që bie shiu hynor të kjo zemër, por e shplan, do me thanë, nuk ze vend Kurani paskun. Toka e dytë, pra zemra e dytë, është si puna e tokës dytë. E merë, mban ujë nxjerrë dhe bimësi, por nxjerrë bimësi me ka jo shumë të fortë, pra nuk e mban thelbin e këtij Kurani, nuk përfiton ai sa duhet. Dhe e treta me ka është zemra e tretë si puna e tokës randë, që e merë këtë Kur'an me fjalë bashkëvepron me të, e përthith atë, zbukuron veten e saj me fjalë edhe trupin në cilën ndodhet, dhe reflekton dritë edhe në mjedisin ku ai. Pra zemrat janë si puna e tokës. Pra zemrat ka shi Kur'anit janë si puna e tokës me fjalë ka shi shiu. Si puna e tokës ka shi shiu. Surja Araf ka shtjellu historinë e 5-6 popujve, të cilat ne normalisht nuk do ndalemi shumë, sepse çdo histori me fjalë është e pakta një mësim në vetvete. Por kemi historinë e Nuhut që ka qenë në Irak, historinë e Adit që ka qenë në Yemen, historinë e Themudit që ka qenë në veri të gadishur të Arabik, ose më drejt të krahinës e Hijazit, historinë e Medjenit
që ka qenë Shuaibi, radiallahu alaihi salatu wassalam, me Sinas edhe Jordanis në Egypt. Gjithashtu dhe populli i Lutit që ka qenë në lindje të Palestinës. Karakteristike e këtyre historive është se të gjithë këto profet, si shumë profet të tjera, ose më dhe si gjithë profet të tjera, kanë fëtu të këtë uhidi i Zotit. E thotë Allah më shumë, ne e dërguam Nuhin, a.s. e dërguam Hudin, e dërguam Salihun, e dërguam Shuaibin, që të thotë njerëzve se nuk ka Zot tjetër veç Zotit gjithësisë dhe çdo adhurim tjetër me fjalë adhurimi i çdo objekti tjetër apo qendje tjetër, është adhurimi i kot. Karakteristikë tjetër është se ta profet, veç asaj që kanë ftuar në besimin një të Zotit, kanë qenë edhe reformatorë. Reformatorë në fushën sociale, reformatorë në fushën ekonomike, reformatorë në fushën politike. Shuaibi radiallahu ta'ala u thotë, o njerëz, mos e cërnoni peshoren, mos hani kamatën, mos u prisni rrugën njerëzve. Luti a.s. u dërgu tek populli më i shkatru moralisht në faqet dhevë. Ke populli më i shkatru moralisht në faqet dhevë. Zotin arrujt. Ishin popull që kishin ndryshu dhe kishin shkatru totalisht natyrën njerëzore. Allah manushëm ka krijuar njeriun që buri dhe gruaja të plotësojnë njëri tjetrin. Ata Zot na ruaj kërkonin këtë lloj plotësimi tek i njëjti xhins. Tek e njëjta gjini. Allah më nështë dhe lutin për të thënë, o njerëz, Allah më nështë ka plotësuar gjinin mashkull me gjinin femër. Pse e shkatroni veten tuaj dhe pse e cënoni këtë ligj të Zotit? E pa ata nuk dëgjuan. E po shikoj sa i mëshirshëm është tregu Zoti. Dhe ky është një, le themi, një parim që na shërben në mënyrë të drejtë për drejtë ne sot, kur dëgjojmë për kështu fenomenesh, me të drejtë zemrohemi, neveritemi. Na kërcen damari kur lulet ballit. Megjithatë shikoj sa i mëshirshëm është tregu Zoti. Tek një popull i tillë, kaq amoral dhe i shkatru, ka dërguar një profet. Allah më nëshëm ka dërguar profet. Sepse njeriu ka tendencë me përfundu në mëkate të tilla kaq të liga dhe të ulta. Megjithatë shikoj sa i mëshirshëm është Zoti. Mëshira ti nuk ka fund. Dërgon një profet në mesin e tyre për t'i sjellë në rrugën e drejtë. Këtë pyte reagimi jonë nga këti fenomen, me drejtë zemrohemi, por a përfundon roli jonë të ky zemrim, apo tek mallkimi? Allah më nëshëm po donte me një fjalë, i kishte shkatruar një herë nga faqja e dhëut. Pra Allah më nëshëm tregon një rapa mëshirën e tij, dhe e dyta duhet patjetër me i dal borxhit tjetër. Me po çfarë dërgoi Allah më nëshëm? Nuk dërgoi thjesht një njeri të mirë që ishte model edhe kaq, dërgoi profet. Që ishte njëri mirë, njëri i drejtë, njëri model e tij edhe mbrapa. Megjithatë ishte profet. Atëherë su del për detyrë shoqërive, jo thjesht, shoqëri muslimane, jo thjesht të zemrohen me të drejtë. Të irritohen me të drejtë, të reagojnë me të drejtë, por mos mjaftohen me kaq. Kanë borxhe, edhe ndaj këtij grupi me fjalë kaq të devijuar nga brenda shoqërive, të cilë është borxhi më i madh. Apo si realizohet ky borxh? Me shumë forma. Me ndërgjegjësim, me kujtim me fjalë, me kujtim me shkrime. Edhe me kontakt me ta për të ndërgjegjësuar nga afër, ashtu siç dërgoi Allahu manushën profet tek ta. Të riqu vëmendjen, por mënyra më e mirë është konsolidimi i shoqërisë me modelin e shnosh. Këto lloj fenomene shfaqen në shoqëri kur modeli i shnosh ose është pak, ose është i dobët. Modeli i shnosh në shoqëri është si puna, le të themi, e një lokomotive për trenin. Mund bëhet se vetë një model i shnosh që ta tërheqë me fjalë të shoqërinë. Dhe kur kjo lokomotivë nuk është e shëndorshme, me fjalë edhe treni nuk ecën ashtu siç duhet. Edhe treni nuk ecën ashtu siç duhet. Përmes këtyre historive del pa se këta popuj realisht nuk kanë nxjerr mësim për historisë e Ademit alayhis salam. Allah më thonë nisi surën Araf me çfarë? Me historinë e Ademit. Pastaj me njëherë pasi sjellë historinë e Ademit u bën thirrje bijve të Ademit. Ndërtoi janë edhe këto popuj. Dhe kjo tregon se ata të cilët, Allah më thonë na thon, apo një nga këto kuptime, që ata popuj që nuk nxorën mësim nga historia e Ademit dhe ju nënshtruan shejtanit, apo i shkuan mbrapa shejtanit përfundon keq. Edhe me të vërtetë ndëshkimi i çdo njëri prej këtyre popujve është më i rëndë se sa tjetri.
Një popull u shkatërru, si me thanë, me shkëmbi të zjarrt nga qielli. Populli tjetër u shkatërru me britm, gjigande që i çorodit i vdiq vend. Populli tjetër i shkatërroi me Allah manushëm me erë, që i fluturonte në ajër si puna e trungjeve, i fluturonte me kokën dhe puste kokën gjatë fluturimit të erës, edhe ngeleshin si trungje e tjera të radhë. Pra, si me thanë, nuk kam përfituar nga historia e Ademit alayhis salam. Dhe prapë Allah manushëm na mëshiron duke na sjellë modele. Vërtet ju kam dhënë historinë e Ademit. Ju kam treguar edhe fundin që ka pas Ademi alayhis salam. Por vazhdoni shikoni se ka edhe shumë popull tjetër të cilët nuk nxorën mësim nga Ademi dhe shikoni me fjalë se si përfunduan. Unë për sot do ta mbyll mësimin me kaq. Zoti na shpëlbojë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.